Ish policia Arbnor Spahi është liruar nga burgu në Serbi të premten, kanë konfirmuar familjarët e tij. Pas lirimit ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës është informuar nga zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi lidhur me lirimin nga paraburgimi të shtetasit të Republikës së Kosovës Arbnor Spahiu, i cili nga autoritetet gjyqësore të Serbisë ishte mbajtur në paraburgim për një periudhë të zgjatur në akuza të pabazuara për vrasje të rëndë të lidhura me ngjarjet në Banjsk në vitin 2023. Që nga dita para arrestimit të tij, Ministria e Punëve të Jashtme edhe Diasporës, përkatësisht zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës së bashku me institucione tjera gjelëse, kanë ndjekur nga afër rastin dhe kanë ofruar mbështetjen e nevojshme, duke insistuar vazhdimisht që ndaj tij të respektohen të drejtat themelore të njerëzit dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë, thuhet në reagim. MPJD rithekson se akuzat e ngritura nga autoritetet e Serbisë kundër Spahiut kanë qenë të motivuara politikisht dhe të pabazuara në prova, ndërsa paraburgimi i tij i zgjatur ka shkelur të drejtën për proces të rregullt dhe trajtim të drejtë. Spahiu mbajt në qytetin verior të Serbisë, Subotic, nga 9 qershori, kur gjykata në këtë qytet urdhëroi paraburgosin e tij gjoja për kryerjen e veprës penale, vrasje e rëndë në fshatin Banjsk në veri të Kosovës.